Shumë me rëndësimi botimit diasporës, ju të regu që kanë kujdes se telefonat, pja marim, pi kontrollojnë telefonat, a keni fotografi edhe valeta me UQK? Shumë probleme që ndodhen mesin pa i marrë veshna se e krynë ata. Jo, pe krym rolin e shtetit, pi informojmë se shteti javë ka pagu polisën 10 euro, po nuk ju të regon që ka ndodhë. Po thu që pja marim, do manë informatat e fundi, 2 telefonatat. Ja kanë marrë telefonin dhe ja kanë këshurë një, ka një fotografijat, mëse ka në fotografijat luftës, pse është kjo kështu, pse është ashtu, po do të me cek një sen. Mo, misi ju ka zojmë, duni me pas kujdes. Jo gjdo qytetar që kalon në për Serbi ka problem, po ja marrin telefonat, ashtë është bo një protokollirit, ndalë policia, thëta ma telefon, nëse ka në një shej UQK, dikon për procedajnë, dikush po thot që po ju kërkojnë. Nuk po du tash detaje me fol, se ende nuk është koha, po unë i konkret emnat. Sot, që 20 minuta partë, më ka thirë, ka qatë shumë është një ofanziv shumë e madhe e shteti Sërbis në raport me qytetarin e Kosovës. Shteti Kosovës për qytetarët e vetë interesot ma shumë, edhe mu ma ofrojnë mbështetjen dhe infrastrukturën ligjore dhe diplomatike dhe teknike atë sa më nevojitet. Ka të se dëshiroj që veni jonë me bo ma shumë, ka s'po bon maksimumin në Kosovës për ndalimit që pëndodhin shqiptarve në Serbi? Jo, mundet shumë ma tepër, realisht zyrja në Beograd që kemi, është ambasadori Jetish Jashari, është një ambasador shumë i mirë, po është vetë, edhe shpesh po vjen situata ku edhe nuk i kupton problemet juridike. Në Serbi ka shumë ma tepër probleme se që na marim vesh, që për shamo prej mbrëm unë i kom 3-4 thirje që qytetarët në kalim po ndalën, edhe po ja marin telefonat, ashtë është bo një protokollirit, ndalë policia, thëta ma telefon, nëse ka në një shej UQK, dikon për procedajnë, dikush po thot që po ju kërkojnë. Nuk po du tash detaje me fol, se ende nuk është koha, po unë i konkret emnat. Sot, që 20 minuta partë, më ka thirë një person, zotë jem vers, pja të regoj mbi emnin, njëherë se se kom lene ti. Nga diaspora? Nuk është më rëndësia sa jo, më ka thirë edhe Shevqeti, ma herët, do thot ka qatë shumë është një ofanziv shumë e madhe e shteti Sërbis në raport me qytetarin e Kosovës, disa po mundëm mi sanu, disa informata për marim, une po i analizoj, po i... Jo, shumë me rëndësimi botimit diasporës, ju të regu që kanë kujdes se telefonat, pja marim, pi kontrollojnë telefonat, a keni fotografi edhe valeta me UQK? Shumë probleme që ndodhen mesin pa i marrë veshna se e krynë ata. Jo, pe krym rolin e shtetit, pi informojmë se shteti javë ka pagu polisën 10 euro, po nuk ju të regon që ka ndodhë. Po thu që pja marin, do manë informatat e fundi 2 telefonatat. Ja kanë marrë telefonin dhe ja kanë këshurë një, ka një fotografijat, mëse ka në fotografijat luftës, pse është kjo kështu, pse është ashtu, po do të me cek një sen. Mo, misi ju ka zojmë, duni me pas kujdes. Jo gjdo qytetar që kalon në për Serbi ka problem. Unë e po flasë për rastet që unë i di se aty kalon me 100 mija, të kuptomi, nuk ka gjithë kush problem. Por reziku potencial është që ti mund është me pas problem se tash ose... A ka drejt me ta kontrolu telefonin aspektin ndërkombëtar? Po ka vendim gjyqësor nuk ka drejt, a i po thot qëra. Që ti e në verit i kanë thonë, i thash pse a qele telefonin, ata ishin tha, kjo thëke me 4 marica, du me thonë me 4 kombi, se unë e veta në detaj, tha shfar kombi janë, tha ishin kombi fjata të mdhaj, tha teshat ishin policis me do jeleka, unë thash a janë jeleka antiplum, tha jo ishin jeleka matë hol, edhe më tha, qelma telefonin. Tha unë i thash, jo, telefoni është, se më privat jemi, që këto jo, me citoj ata. A i tha, ma mirë, qelma këto, se nëse s'ki, unë e lëshoj, a nëse s'ma qelë, unë e qoj poshtë dhe të majnë atje. Edhe tha, unë erdha në situata që e ja qela telefonin. Tha, në fillim, mbyti sa pare ki e tregova, tha, nuk mi mërë paret. Do më thonë, nuk mi preken parët, se tha ishim disa, po ma vonë, ka ndodhë një situatë për cilën tash për momentin, unë nuk muj me volë. Po, kur i vjen koha, do të lasë, si do qoftë e meri o këthy në Kosovë, mirë është, po ka pas një përjetim jo të mirë. Në anën tjetër, mu lajmëronë do tjerë kem kalu, pas një problem. Do thotë, ka dhe që i kalojnë pa problem, po forma, protokole që po i përdorin janë të pazakonshme. Do thotë, presioni ndaj qytetarve është rritë shumë ma shumë se që ka qenë para 4-5 viteve.